6 deti kanë mbetur kryetarit të lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti që të sigurojë votat e nevojshme për të bërë sërish kryeministër. Derisa të dielën përfundon afati prej 15 detësh që nisi të rrjedh pas mandatimit nga presidentja Vjosa Osmani, Kurti të hënën ka udhëtuar për në Londër. Në mbrëmje, sipas ambasadës së Kosovës, ai do të marrë pjesë në një bashkëbisedim me bashkëdhetar në Angli e të mërkurën më 22 tetor do të marrë pjesë në takimin e liderëve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Derisa të hënën nuk pati ndonjë lëvizje në këtë drejtim, të paktën jo publikisht, presidentja Osmani pret që të ketë angazhim të plotë në formimin e qeverisë së re. Nuk do të ngutesha që të jap supozime se do të dështohet në krimin e qeverisë, ka ende edhe pak kohë ta shohim. Shpresoj që të ketë angazhim maksimal për krimin e qeverisë së Kosovës, sepse qytetarët kanë votuar me datën 9 shkurt të këtij viti që të kenë institucione, jo që të rikthehen në zgjedhje. Afati mbetur mund të ndalojë së rrjedhurin nëse gjykata kushtetuese aprovon kërkesën e listës serbe dhe vendos mas të përkohshme. Por, sipas presidentës Osmani, ankesa e listës serbe ndaj konstituimit të legjislaturës së nëntë është e panevojshme. Vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga lista serbe i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, përfshi edhe të serbëve që jetojnë në Kosovë, sepse kur nuk ka qeveri, kur nuk ka institucione stabile, pastaj edhe vendimet të cilat janë në interes qytetarëve nuk mund të merren. Në pritje të votimit të qeverisë është edhe nënkryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu. Po kanë drejt mu anku krejt në gjykatën kushtetuese. Kuvendi është konstituuar, kjo është shumë e rëndësishme, presim votimin e qeverisë, faleminderit gjithëve, faleminderit. Për ta formuar qeverinë, Kurtit i duhen së paku 61 vota në Kuvend. Aktualisht, lëvizja vetëvendosje që doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit ka 48 deputet. Përkrahje ka dhe prej 7 deputetëve të komuniteteve pakicjo-serbe, si dhe të Nenad Rashiqit. Bazuar në këtë vetëvendosje si duhet mbështetja edhe e së paku 5 deputetëve.